Qeveria shqiptare ka miratuar në parim marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me Italinë, një hap që synon të thellojë partneritetin strategjik mes dy vendeve në fushën ushtarake. Në të njëjtën mbledhje, Këshilli i Ministrave ka vendosur zgjatjen e misionit të forcave të armatosura shqiptare në Sinaj të Egjiptit deri më 30 dhjetor 2029 si pjesë e forcës shumë kombëshe të vëzhguesve. Efektet financiare do të mbulohen nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes, ndërsa vendimi hyn në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare. Më 25 qershor 2023 filloi kontributi i forcave të armatosura të Shqipërisë në misionin e MFO-s në Sinaj, duke përfshirë 3 personele ushtarak nga policia ushtarake në një rotacion një vjeçar. Sa kaq sa i përket marrëveshjes së sigurisë së përbashkët me Shqipërinë dhe Italinë, qeveria shqiptare dhe ajo italiane pritet të zhvillojnë më 13 nëntor në Rom një mbledhje të përbashkët për herë të parë në historinë e marrëdhënieve mes dy vendeve, sipas raportimeve të mediave. Takimi pritet të shënojë nivelin më të lartë të bashkëpunimit strategjik mes Tiranës dhe Romës zyrtare. Disa ditë më parë, qeveria shqiptare miratoi në parim një marrëveshje të re për bashkëpunim strategjik me qeverinë italiane, që përfshin të paktën 10 fusha, nga shëndetësia, energjia, mjedisi, tek industria e sigurisë dhe zhvillimi inteligjent. Në prill, 3 anije italiane mbarritën në portin e Durrësit, mes tyre edhe anija patrulluese Libra, e cila ju dhurua flotës detare shqiptare për të forcuar kapacitetet e patrullimit në det të hapur.